Rusia sot ban luftë në Ukrainë. Para 100 vjetëve Rusia o konë tokat shqiptare. Para 100 vjetëve bimbashtë e sultanit Ismail Shpemalit i kanë thonë me një ngrit me të flamurit shqiptar nuk mund të na shkullni do të na keni pas. Mos kujtoni se do të mund të na shkullni me një të ngritur të flamurit Ismail Bey. Pas do të na keni tërë jetën. A kanë qenë të gjithë zorretit i Lev dhe të Miletit Skenderbeg në qytetin e Maqedonisë? Jo, ka thos njerëzit që e kanë desh babon sultan. Në nënsin e 12 është ngrejt flamuri i batilit, është ngrejt flamuri i ka vërtetës. Sëkurse para 113 vjetëve që nuk kanë desh me Ismail Qemalin, me shok, me shpall Shqipërinë në shtetë pavon. Mirë për sot Turqia ka problemet e veta. Pse nuk po reagon për sulmin e Izraelit në Katar, Doha, ku i marrin lekët pare? Serbia është një kapitull tjetër. Serbia ka problemet e mbrëmshme. Nuk keni sollot që ju friksoni shqiptar, o milingona. Në zyrën e tij, lideri i PD-s edhe lideri i atij deputetit u deklaruan se i përkasin me një feje tjetër, një sekte tjetër. Njëri është shumë kohë, numrat në këtë mirë në gematri, po për derisa ka dorimin e madh, është qëllësi i suksesit, unë përshëndes falënderit që na prite, dhe ke ndonë një mendim të njëjtë se kur të gjithë shqiptarë, si Tim Shkupi, feja, e shqiptarit është shqiptaria dhe unë jam xhamatit i imamit shqiptar, unë jam imami i parë. Nuk kemi frikën, po ne themi ngritneve dijen, reflektoni pak, sa asnjë konflikt nuk bëhet, kum thonë, për kryq dhe për minore. Të gjitha konfliktet bëhen për me dominu interesi ekonomik. Ku sot ka të rinj, student shqiptar, të cilët jetojnë me mashtrimin se luftat bëhen për fe dhe kryq. Thot ajo skena e filmit pejgamberit luftës Bedrit, ku dalin dy luftim, ata të Mekës. Zed Rexhepi që është në krahun tjetër të Bujahi Osmanit, ka qenë sekretari i lidhjes rinisë islame. Me këta tjerë të Medinës. Muhamet Murtezi, që udhëheq listën e Izet Megjitit në komunën e Çajirit, në vitin 1992 ka qenë kryetari i lidhjes të rinisë islame. Ai fol për Gazën e Palestinës. Thot dy me shqiptarinë s'kan kur gjotë për bashkë. Bashkë kur gjotë heq. A kanë drejt me jetu? Po. A kanë drejt me marrë pjesë në zgjedhje? Po. A kanë drejt me bë ministra? Po. Po jo më thirr në emër të shqiptarëve. Edhe del Ebu Xheli edhe u thot, tha, s'kena punë me juve. Tha, i dojmë, ata tonë t'i dojmë. Kemi informacionet sakta nga një shtet që kanë paguar di grupe për të djeg edhe xhamin në Kodrën e Diellit. Dhe tash se shqiptarët dhe ne dojmë të kallim xhami. Po turp do të vije, kur nuk ke legjitimitet, ti do kërkosh të shpifish në gjithë shka. Izeti tha, une nuk du të fshehem pas bekimit. Prandaj shtrohet pyetja, kush do të shkojë në burg për këto dallavere, hajni e mashtrime? Visari, Izeti, Ali Ahmeti do të bëj luftë me Izet Megjitin edhe aty në Fushbete Jamon. Nuk e kam qartë, a punon Izeti për Aliin, që në fund Alia të jep një shpërblim, po është punë e tyre. Punë e tyre, absolutisht. Po thonë që lufta nuk arriti asgjë, nuk përmirësoi drejtat e shqiptarit. Çfarë ndryshoi Ali Ahmeti me luftë? Urdhë zotëri e na thuaj çfarë ndryshoi në kuptimin e statusit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Asgjë, për shkak se sot kur e sheh në këtë gjendje të poshtruar zotin Ahmeti dhe BDI-n nga ana e faktorit politik Maqedonas, nuk ki argument më të madh. Pse lejove që të vriten aq të rinj shqiptar edhe ne mbetemi në pikën e njëjtë? Shkujton ti more gjak prishur, se do t'i lejnë mes të udhës Shqipërinë dhe shqiptarët që kanë 500 vjetë që po derdhin gjak për këtë ditë.
Imam Jakub Asipi tvrdi da sa svojom decom i starijim vernicima uopšte ne raspravlja o sukobima na Kosovu. Ti konflikti imaju po njegovom mišljenju sasvim druge uzroke. Është ngrejt flamuri i batilit, është ngrejt flamuri i të vërtetës, është rënu flamuri la ilaha illallah, edhe ne jemi njeni nga popujt të cilët rënimin e ati flamuri i kemi kushtu mes disa mija këngë, edhe i këndojmë edhe i ngojmë ato me burratësëm në. Thatë kujtohet ajo skene e filmit pejgamberit luftës Bedrit. Kemi ranu flamurin e ati namazi, për të cilin namaz vim me falë ditën e gjumo. Ku dalin ty luftim, ata të Mekës me këta tjerë të Medinës. Unë për të mirën tënde, Ismail Bey, kush të ka dërguar këtu të na kthesh me udhëshenjt? Vatani vlla, vatani për ty së Shqipëria. Kur në zyrën e tij lideri i PD-s edhe lideri i atij deputetit u deklaruan se i përkasin me një feje tjetër, një sekte tjetër. Dhe ti mos harro se feja e shqiptarit është shqiptaria. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Ismail Bey, kam frikë se ke marrë me i rysh këtë punë. Për moshën tonë nguti tepër nuk ka hi. E shoj që ka solli është e vogël e nuk na mban të të. Kemi informacione të sakta nga një shtet që kanë paguar di grupe për të djeg edhe xhamin në Kodrën e Diellit. Gjë që nuk është e vërtet. Nëse Zoti luftën e quan plaç, nuk më mbetet mua, ty dhe ati tjetrit të besoj diçka tjetër. Lufta bëhet për dominim, për kontroll të resurseve natyrore dhe jo për fe e kryq. Votën e ketë në kujtesë e mos e harroni kurrë. Që juve që do ta ndesni këtë dokumentar, do të lë me sy hapur është Mickovski. Derisa përfaqësuesit e juaj ulen me Mickovskin, lidhin pakt kundër një partie shqiptare që ka fituar në bllokun shqiptar, unë jam interesuar me mbledh dhëna se kush është Mickovski. Pra kjo është biografia zyrtare e Mickovskit. Por unë jam interesuar të di edhe më shumë mirë, po le të ndalemi te datëlindja. Mickovski ka lindur me 29 shtator 1977. Siç e shihni në gematri të gjitha shifrat janë 44. Tani sot deputet ka Mickovski, a nuk ka 44? 4 plus 4 8. Njëtë kështu numri 44 ishte edhe të Daniela Arsovska. Ku ka qenë drejtor Mickovski? A nuk ka qenë në Elen? Dhe ja ku i ke 3 shifrat me numrin 8. 8 plus 8 plus 8 24. E dini se Pluto, Helios, Wealth, Minerals, Azazel, Evil, Demon, Degri e të tjera të japin në gematri shifrën 24. Nëse këtë shifrë e lexojmë nga e djatha, në të majtë, është 42. Jezuit, Mason, 33 degrees, Pyramids, Fallen Angel, gematri të japin shifrën 42. Në rënditje me numrin 42 në Kuranin e shenjtë, është surja Shurat, që njihet si marrëveshje. Në ajetin 42, kësaj sure na tregohet se për kënd është çortimi në dynja dhe në ajetin 45 do të shohim shenjat e Zotit në tokë. Çfarë do të ndodhë kur Mickovski mbush 45 vjet? Sot kur për ndërpres këtë incizim, nga viti i kaluar është data 25 shtator 2022. E keni qarë se çfarë info të kulluar ju kam dhënë? Pas 4 ditëve me 29 shtator 2022, ditën e ajnëte në ditën e Jupiterit, Mickovski i mbush 45 vjet, apo mos jam gabim. Sa herë me ju kallëzu se unë kam ditëlindjen me 24 shtator dhe në pasqyrë numri 24 shtator është 42.